Prej 28 vitesh, panajeri i librit fton të gjithë lexuesit të bëhen pjesë e tij, autor, shkrimtar, botues, të gjithë së bashku me një qëllim të vetëm, afrimin e lexuesit me librin. Mbi 90 shtëpi dhe ente botuese kanë bërë gati me 10 botime të reja, prezantime të veprave të autorëve shqiptar dhe të huaj, duke kthyer këtë panajir në një festë të vërtetë të letërsisë. Në katin e dytë, as këtë vit nuk mungon stenda e botimeve Living, e cila sjell sërish një gamë të gjerë tituj që përmbushin kërkesat dhe shihet artistike të çdo kujt. Kemi sjellë rreth 30 tituj të rinj, ndërta kemi përfshirë shumë letërsi klasike si vjet, autor shqiptar që është një risi për ne, e nisëm pak sa vjet, si vjet jemi me emra të rinj. Nuk kemi lënë pas dore dhe misterin, thrillerin, këto zhanret shumë të preferuara sidomos për rinin. Gjithashtu edhe tituj për fëmijë, pranë stendës tonë do t'i gjejnë edhe këto prindrit dhe fëmijët së bashku. Nxënësit e shkollave dhe të moshuarit ishin të parët që ju drejtuan panajirit, një pjesë të cilëve vijojnë të mbeten lexues besnik, e që nuk mungojnë në asnjë edicion të eventit më të madh dedikuar letërsisë. Unë jam shumë e lumtur kur bëhet panajiri, madje mendoj që duhet bëhen shumë shpesh evente mbi librin, edhe që të rinjt edhe ne tjerët zhvillojmë sa më shumë kulturën e të lexuarit. Se më duket që është shqetësi shpirtërore dhe mendore kur jem në kontakt me librin. Blej librat e bukur edhe sikur mos t'i lexoj shkurt. Janë pasuria më e madhe, më e bukur. Fatkeqësisht interneti e ka shpërdoruar shumë se njerëzit kujtojnë se lexojnë në internet nuk gjej ato që duhen, ndoshta gjen ato që nuk të duhen. Çdo libër përcjell një mesazh të bukur, kështu që mendoj që gjithë bashkëpunëtarët e mi, pavarësisht moshës, mund të jenë edhe të vegjël, mund të jetë të rritur, asnjëherë nuk është shumë vonë për të mësuar. Nga ana tjetër, organizatorët theksuan rëndësinë e promovimit të leximit në kohët moderne, e mbi të gjitha u ndalën në problematikat dhe vështirësitë që po hasin prej vitesh. Pa dashur se nuk është dita sot për të ankuar, por kemi probleme të mëdha të punës me librin, duke filluar nga pirateria, për cilat neve për shumë vitesh nuk na e përgjigje askush. Askush nuk merr përgjegjësinë dhe kjo situatë është e vështirë edhe në Shqipëri, por është edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni kemi raste. Dyert e pallatit të kongreseve do të jenë të hapura deri më datë 16 nëntor dhe përgjatë këtyre ditëve përveç uljeve nuk do të mungojnë as tryezat e diskutimeve e deri tek ndarja e çmimeve.